që ka asociacion Kosovë. Unë prapë thëmë nuk ka. A ti thumë. Po është asociacioni? Kur e ki pretendimin, si çështja është veç luftimi i krimit, nuk mundesh me thonë e kom sliru Vereun. Se kjo i bjen si me luftu krimin Prishtina, me thonë e slirova Prishtinën. Është kriminale me pas një zëtë paralelo, zëtë. Plus e ki që është penale me arë dikush një shtet tjetër, me të boty, me të kriju komunë, si me arë Belgjika në Paris me të kriju një komunë, Absolutisht po. Me në shu dokumenta që Paris është pjesë e Belgjikës. Absolutisht po, Ermal, nuk e di ajde. Në që është krim. Nuk e di ajde, Serbia vazhdon me jep në Kosovë penzione edhe rroga. Po le t'jep që këtë Vazhdon pingra Shanice e deri në veri. Dy administrata nga shpërndojnë parë që tash në prak zgjedhje. E Albin Kurtit edhe e Serbisë. Që tash dul njoftimi për bursa, për studente, vajza nga Serbia për bursa për vajza në veri. Tash veç pak, që ta du me pasë të qartë. Me kërku për dhëtë këthimin gjenën para prake është tradhti kombëtare. Pajtona plotësisht. Albin Kurti, në RTK, e pranën, atë që tu ka bo pak edhe si virale, që ka asociacion Kosovë. Unë prapë thëmë nuk ka. A ti thumë. Po ku është? Po ku është asociacioni? A ki dokumentin? Ska kom tem, pra. Që shpa jeton ti me në vetës. Ti thumë jënë kundër asociacionit, Albin Kurti thëmë për asociacion, që është Albin Kurti. 7-5-7. Realisht, Kryeministër, në këto nene, ju ku e shini asociacionin? A ka asociacion në planin evropian? Ka asociacion. Duhet një minut. Kot Elshova vetëm vazhdeke debati kënej. Duhet një minut, veç një minut. Shiko, këtë shkurt, shpejt. 2013 është buaja marrëveshja famshme brenda cilës ka qenë ideja për asociacionin. 2015 ashim tha që Isa Mustafa i ka nënshkruar me Mogherinin së fund ato parimet e famshme, cilat gjykata ushtruese, faleminderit shumë, i ka invaliduar pjesë të madhe. Dhe nga i moment, ajo pjesë e 2013-ës, do thot, nga i moment që ajo pjesë është invalidu, është me njanu një farfon, për asociacionin. Sepse në parimet e 2015-ës veç pak. Kushtetuse për asociacion. Po veç pak, se aty po vi, veç pak. 2015-ën, parimet e asociacionit, aty një pikë thot, statuti, kur të krijohet, kur të propozohet, statuti i asociacionit, duhet me shku në gjykatë. Apo veç pak Jo, s'ki Japan, se e ti përmash këtë punë. Unë jam i bindën absolutisht. Që nuk e din zotri Kraku. Çka ka thonë gjykata kushtetuese për asociacion e komuna me shumicë serbe. Se po ta dinte, ky do ta dinte edhe se gjykata kushtetuese obligon në krijim të asociacionit